Përshëndetje, sot jemi me një të ftuar speciale që është Klea. Faleminderit shumë për ftesën. Klea, mund të na tregosh se si ka nisur rrugtimi yt me Purity Cosmetics? Gjithçka ka nisur para fushatave. Unë i kam përdorur dhe i përdor akoma produktet e Purity Cosmetics dhe jam shumë e kënaqur. Nuk i zvendësoj me asgjë. Dhe pjesa e fushatës ka qenë më shumë për t'i dhënë publikut një mesazh sensibilizues. Sensibilizues në çfarë aspekti? Sensibilizues sepse shumë njerëz gjejnë atë zgjidhjen e shpejtë, të lirë për të marrë produktet në supermarket, por kjo është gjë shumë e gabuar, sepse produktet e supermarketit, siç e dimë që të gjithë, janë me kimikate dhe dëmtojnë shumë flokun. I sugjeroj njerëzve që mos u kursejnë te pjesa e flokut, sepse floku është gjysma e bukurisë dhe duhet të përdorin produkte që janë pa kimikate, natyrale dhe të testuara. Pra, ti ja sugjeron njerëzve shampull Purity apo jo? Po, patjetër që po, unë po i përdor vetë dhe ne kemi mira klientë të kënaqur që na dërgojnë rezultate çdo ditë nga produktet tona, sepse i kanë dhënë rezultate fantastike te flokët. Mirë, pra Kleane, të falenderojmë që ishe sot me ne dhe i dhe një mesazh shumë të rëndësishme njerëzve. Faleminderit shumë për ftesën, ishte dhe për mua një kënaqësi shumë e madhe dhe shpresoj që t'i kem ardhur në ndihmë njerëzve. Mirë, pra njerëz të dashur, ne shihemi në edicionin e radhës me të ftuar të tjerë special. Deri atëherë, mirupafshim.